Në këto momente duket se ka nisur një komunikim me gazetarët i presidentit Amerikan Donald Trump dhe sekretarit të përgjithshëm në NATO-s Mark Rutte, të paktën në raporte që po përcjellin mediat ndërkombëtare, shumë i ashpër Donald Trump me Iranin, madje ka deklaruar për mediat se ata janë një band fundrinash, janë njerëz të këqij, të sëmurë dhe duhet të zhdukim kancerin e tyre. Ata janë një kancer dhe e dini çfarë po bëni. Kanceri duhet hequr që herët. U thash, sa herë që ju godisni, ne do t'ju godasim dhe sigurisht ata luajtën pisët. Ata kanë vrarë mira e mira njerëz, ka qenë reagimi Donald Trump pas sulmeve që kanë ardhur nga Irani, ndaj dy anijeve, njëra e Arabisë Saudite dhe njëra e Katarit, që u pasua më pas me sulme nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por Donald Trump ka qenë i ashpër edhe me Spanjën. Ai ka urdhëruar sekretarin e thesarit Scott Bessent të ndërpres të gjithë tregtinë me Spanjën, duke e cilësuar Madridin si një partner të tmerrshëm të NATO-s. Kam urdhëruar sekretarin e thesarit Scott Bessent që të ndërpres çdo marrëdhënie tregtare me Spanjën. Madridi është një partner i tmerrshëm në NATO, deklaroi Donald Trump vetëm pak çaste më parë, ndërkohë që vazhdon ky komunikim që me sa duket paralajmëron edhe një përplasje të fortë